me hapësira vazhdimisht kemi probleme, për shkak se nevojat që kanë ekzistuar edhe gjatë pandemisë, por edhe tash, pas pandemisë, nevojat e problemeve të traktit respirator ditë për ditë po rritën, kurse kapacitetet tona janë fikse 66 shtetër tash për momentin ka klinika e pulmologjisë, por që edhe ato shtetër gjenden në kushte jo të mira. Do të thotë dhomat që janë 2 shtetër i kemi bë 3 shtetër, edhe dhomat që janë 3 shtetër i kemi bë 4 shtetër. Do të thotë jemi me hapësira mjaft ngushtë, kurse në anën tjetër edhe sa i përket kushteve të punës, edhe të kolegëve specialistë, po edhe të specializantëve i kemi mjaft të rënda për shkak se nuk kemi hapësira, edhe për në aspektin e përgatitjes edhe të mjekëve të ri, po edhe të studentëve, dhe njëri kemi të lashe me zgjerimin e kabineteve, siç është edhe kabineti i provave respiratore, spirometrisë, kabineti EOS, kabineti i bronkoskopisë, radiologjisë e tjera, do të thotë na edhe pse i shkëndasht për zhvillim të mirëfillt klinikës që të zgjerohemi edhe me hapësira edhe me metoda diagnostike të reja, për shkak mundësive të kufizuar të hapësirave nuk mundemi kemi probleme edhe në atë aspektin e zhvillimit edhe profesional dhe të zgjerimit të metodave diagnostikuese.